Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini vaj ulliri dhe limon, do trajtoni këto probleme shëndetësore një herë mirë. Një përbërje shumë e thjeshtë me vaj ulliri dhe limon rezulton të jetë shumë efektive në trajtimin e disa kushteve shëndetësore. Nëse ju doni të keni një mëlçi të shëndetshme, me patjetër ju duhet të konsumoni këtë recetë natyrale çdo mëngjes esëll për 30 ditë. Mëlçia është një organ shumë i rëndësishëm i trupit. Ajo ripërtërin gjakun, forcon sistemin imunitar, stimulon tretjen e ushqimit e të tjerë. Pini një lugë çaji të kësaj përbërje gati çdo mëngjes esëll, një orë para ushqimit. Pas 30 ditëve, ju do të vëreni menjëherë ndryshime të dukshme në trupin tuaj. Lëkura do të jetë më e shëndritshme, qarqet të errta nën sy do të zhduken dhe organizmi juaj do të funksionojë më mirë. Të dy këto përbërës kanë fuqi të pafundme tepër të dobishme për shëndetin. Kjo stinë është pikërisht koha e duhur që ju të përfitoni nga recetat natyrale të natyrës duke kombinuar vaj ulliri me limon. Kur zgjoheni në mëngjes, a ndiheni të lodhur dhe njëkohësisht pa energji? Nëse përgjigja është po, atëherë jeni në vendin e duhur për të zbuluar se si të keni më shumë gjallëri. Sekreti qëndron pikërisht tek këto dy ushqime fantastike. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe njëkohësisht ta përzini atë me një lugë gjelle vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Nuk do të hiqni dorë prej saj. Kjo është e sigurt. Shqipëria është një vend i bekuar me vajin më të mirë të ullirit dhe me agrumet më të mira që ju mund të provoni në jetë. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë kombinimin e duhur të vajit të ullirit dhe të limonit, i cili do të pastrojë organizmin tuaj dhe njëkohësisht do të largojë të gjitha toksinat e dëmshme. Në mëngjes, ju do të ndiheni të rifreskuar dhe plot energji. Kjo formulë magjike është përdorur në mbar botën që në lashtësi. Qytetërinë të shumta besonin se kjo përzierje dhe aftësia e këtyre dy produkteve për të shëruar një sër problemesh është mjaft e madhe. Të gjithë ne e dimë që vaji i ullirit është gurë themeli i dietës mesdhetare. Vaji i ullirit ofron acidet yndyrore të cilat na mundësojnë të luftojmë kolesterolin e keq. Për më tepër, ai është një instrument i fortë për të larguar të gjitha toksinat e dëmshme nga organizmi. Jo më kohë qytetërimet e lashta e thërrisnin vajin e ullirit si lëngu i artë. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit duhet të jetë një pjesë domethënëse e dietës suaj dhe ushqimit të përditshëm. Kur vjen puna tek limoni, gjithashtu na duhet të pranojmë se ai është një nga frutat më të shëndetshme. Limoni është i mbushur me elementë të shëndetshëm, vitamina dhe njëkohësisht antioksidantë. Limoni është i mbushur me elementë mjaft të shëndetshëm, vitamina dhe po ashtu kur përzihen këto dy përbërës së bashku, do të transformohen në një lëng me fuqi të jashtëzakonshme që mund të trajtojë dhe të parandalojë probleme të tilla, si për shembull, shmang konstipacionin. Ekspertët thonë që nëse ju do të kombinoni vajin e ullirit me lëngun e limonit, ju do të përfitoni një lubrifikant natyral i cili gjithashtu do të zbusë mukusin tretës dhe do të aktivizojë
të gjitha funksionet e mëlçisë dhe të fshikëzës. Kjo recetë ka që thjesht, por njëkohësisht shumë efikase për organizmin, duke aktivizuar antioksidantët që largojnë toksinat, pastron trupin dhe njëkohësisht kujdesen për të. Të gjitha këto procese aktivizojnë tretjen dhe zbrapsin substancat e këqija nga trupi, mbron nga sëmundjet kardiovaskulare. Mbron gjithashtu shëndetin tuaj nga sëmundjet të cilat prekin zemrën dhe bllokimin e arterieve. Të gjithë ne e dimë që vaji i ullirit është i mbushur me acide yndyrore të cilat janë shumë të rëndësishme për t'i dhënë një shtysë pozitive të gjitha organeve për të larguar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit dhe njëkohësisht limoni kanë gjithashtu fuqi të panumërta shëruese, të cilat shërbejnë më së miri kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Ky kombinim i fuqishëm ka veti antiinflamatore. Në qoftë se ju do ta kombinoni këtë lëng çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh, atëherë ju do të zbusni dhimbjet e kyçeve. Ekuilibron gjithashtu funksionet e fshikëzës, së mëlçisë dhe njëkohësisht të tëmthit. Ekspertët nga ana tjetër kanë treguar që nëse e konsumoni këtë përzierje në mëngjes, ju do të shmangni në këtë mënyrë krijimin e gurëve të tëmthit. Përpiquni të pini vaj ulliri, limon dhe ujë përpara se ju të hani mëngjes dhe në këtë mënyrë ju do të pastroni fshikëzën e tëmthit, mëlçinë dhe njëkohësisht veshkat. Sipas ekspertëve, siç e përmendëm, prej shumë vitesh e kanë përdorur kurën me vaj ulliri dhe njëkohësisht me limon, e cila gjithashtu shërben në të mirë të shëndetit, veçanërisht në qoftë se ju do ta konsumoni në mëngjes esëll. Mjafton që të shtrydhni një limon dhe ta përzieni me një lugë gjelle vaj ulliri dhe ta pini atë rregullisht. Përfitimet e kurrës me vaj ulliri dhe limon janë mjaft të mëdha për shëndetin. Detoksifikimi i trupit. Përzierja mes vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit në mënyrë që të funksionojë perfekt. Mbrojtje për zemrën. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar në këtë mënyrë kolesterolin e keq. Vaji i ullirit, sipas informacioneve, largon njëkohësisht inflamacionin dhe pajis trupin tuaj me vitamina. Kundër kolesterolit, vaji i ullirit me limon është një recetë natyrale për të ulur nivelet e larta të kolesterolit në gjak. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Nëse ju e pini këtë lëng rregullisht me stomakun bosh, atëherë me patjetër ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo recetë njihet si lëngu i artë. Kundër konstipacionit, vaji i ullirit ka efekt laksativ, sidomos në qoftë se konsumohet me stomakun bosh. Kjo recetë natyrale zgjidh edhe problemet e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi juaj mbushet plot me toksina, fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen pikërisht vaji i ullirit me lëngun e limonit. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.